Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha i është kundërpërgjigjur deklaratave të kryeministrit Rama duke mohuar se është opozita, ajo që po pengon integrimin evropian të Shqipërisë. Sipas tij, kreu i qeverisë ka zgjedhur të mashtrojë vazhdimisht për raportin e IBAR. Raporti IBAR është shtyr 3 herë gjatë muajit mars. Po rritet gjithnjë, po bëhet gjithnjë më i madh. Numri vendeve që kundërshtojnë në mënyrë të prerë të votojnë IBAR-in. IBAR është raporti i vlerësimit standardeve dhe luftës kundër korrupsionit. IBAR, votimi i këtij raporti është kusht që kapituj të tjerë të mund të mbyllen. Dhe kjo është e ndërmjem, ky votim është i ndërmjem. Nuk është përfundimtari për 2 kapitull, kapitull 23 dhe 24, kapitullin për shtetin ligjor dhe luftën kundër korrupsionit, të drejtat e njeriut. Kryedemokrati hodhi akuza në drejtim të Edi Ramës duke theksuar se po bëhet çmos që opozitës të mos i lejohen komisionet hetimore. Gjerë sot, Edi Rama i ka mohuar opozitës të drejtën themelore kushtetuese të komisioneve hetimore. Jam i sigurt se do bëj gjithçka të mos lejoj. Dhe siç e shihni, prej 8 muajsh nuk ka asnjë komision hetimor. Parlamentin e kanë asgjësuar në të gjitha mjetet me rrugë banditeske, me rrugë me turpe, me çfarë të thush, nuk kanë turp. Si zgjidhja Berisha sheh protestat në shesh, për të cilat u shpreh se nuk do të ndalen dhe se vetëm në këtë mënyrë do të mund të vijë rrëzimi i regjimit.